13 studentë të Fakultetit të Infermerisë janë asfiksuar gjatë orës së mësimit në një prej auditorëve të Universitetit të Kukësit, pasditën e së mërkurës. Pas njoftimit të urgjencës dhe me mjete të tjera, janë transportuar menjëherë në Spitalin Rajonal të Kukësit, ku është dhënë ndihma e parë dhe studentët janë jashtë rrezikut për jetën. Me studentëve është asfiksuar edhe pedagogja që jepte leksionet e radhës. Gjatë kohës së procesit mësimor, gjatë mësimit, ato janë intoksikuar me gazin i cili përdoret për ngrohje. Aktualisht janë në jashtë rrezikut për jetën, janë reanimuar të gjithë dhe janë në gjendje të mirë shëndetësore dhe po i ndjekim hap pas hapi. Studentët kanë patur humbje ndjenjash, marrëmendësh e të vjella. 2 prej studentëve kanë kaluar në trajtim intensiv në sallën e reanimacionit, ndërsa të dëmtuarit e tjerë janë larguar nga spitali pasi kanë marrë ndihmën e nevojshme mjekësore. Policia e Kukësit ishte e para që mori pjesë në operacionin e transportimit të tyre drejt spitalit, ndërsa pritet edhe një procedurë hetimore për të përcaktuar shkaqet e vërteta të kësaj ngjarjeje.